Emisioni Jetë o Jetë me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë, mishtë e mi, por i kthehemi prapë me emisionin Jetë o Jetë, e sonte e kena të ftuar Xhafer Tahirin. Xhaferi ka dhënë përbesë shumë kontribut në LDK, në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe aktualisht është dhe antari kryesisë qendrore në LDK. Kam pas shef me ftuar dhe mi nda dorëfime me Xhafen. Xhaf, po të referona si Xhaf, kështu ma shoqënisht? Kretë që i kam shokë e dashamir Gjafë më referohen. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Për mu ke kënaqësi sot që je pjesë e emisionit Jetë o Jetë, edhe që kemi bashkë biseduar edhe në telefon, emisioni i jonë nuk ka qëllim me bo zhurmë, me bo që po thojnë kakofoni, po njerin që e fton, me lanë me thonë të vërtetën, mundet edhe mos më të pëlqyja jo. Po me lanë mu shprej njerin, sepse e thirin njerin në studio, edhe ja kërkojnë përgjigjet të cilat moderatorët kanë qef me i të gjuhë. Nuk jem për atyne. Faleminderit që gjithë e ko me ardhë. Jeton, faleminderit shumë për ftesën, me kënaqësi shumë të madhe kam ardhur sot në emision tek ti, edhe titullin e emisionit e ki vërtet tepër të qëllum, edhe që i qëndron kohës, për shkak se na kretë kemë përvoja jetësore dhe sa ma shumë që kalon koha, gjithmonë nalim një moment të jetë o jetë. E vërtet, e vërtet. Gjaf, apo na kallëzën pak këtë qysh nisi rrugtimi jëtë politik, profesional, deri sot që ne po flasim? Faleminderit jeton për këtë mundësi. Në fakt, thash kur kom ardhë këtë jetë o jetë emisionin, me qëllim, dëmë thonë, deshta me ardhë dhe me bisedu me ty, pikrisht për që ta me rëfy që të rrugtim se shpesh herë tri ton, edhe nga përvoja jem në mësimdhënie në universitet e shohim që e sidomos këta që tash jenë edhe në moshën e adoleshencës, shpesh, si me thonë, mbyllën një rreth vecjaz ku e ardhmja ju do këtë shumë e vështirë me ndërtu, me ardhejt e puna, me ndërtu familjen, me kriju karrierë, ju do këtë thjesht e pamundur. Edhe në qëtë ambientin politik që e kemi ndërtu na, ku jeta është bo veç politike, debat, ku ai që është me mu është patriot, ai që është me mu është tradhtar, kam përshtypjen që tri ton po i demoralizon, po i vendos një farë lloj depresioni ku thot është e pamundur, shpesh shumë prej tyne e marrin rrugën edhe hecin pikë këtij vendit. Edhe mandej shohim që në botë shkëlqejnë. E sikur të ishin kanë këtu, kishin me shkëlqy shumë ma tepër, nështë edhe kishin me dhanë shumë ma shumë vendit tonë dhe kishin me kriju nështë një jetë shumë ma të mirë. Unë kur e kom nisë krejt jetë në të drejtën, po flasë, ne kemi fillu krejt jetën pas luftës, në luftë kam përfundu, dhe ma në 2001 kam përfundu shkollën e mesme dhe dinë edhe publiku besoj. Unë jam nisë në një rrugtim që as andër se kom mendu që kam marrë me politikë, apo me avokaturë dhe me drejtësi që mjerëm tash, apo me mësimdhënie, jam nisë më bo hoqë. Hoqë? Po. Kjo ka e bukur. Baba jam ndjes post, ne jemi një familje madhe, jemi 7 vëllezër, jemi 2 motra. Edhe baba ka pas qef që unë të bëhem hoqë. Kështu që në një ditë bukur, kur kam qenë fëmijë, më morin pranë, tha, po dënë me dash, me kanë dëst me babën, thash, po, tha, po shka më bë hoqë. E mandej fjallin që e kësha dhonë babës nuk isha me thy. Okej, edhe nisi rrugtimi për hoqë. Vazhdova e kryva shkollën e mesme me medresin, për çka jam shumë i lumtur dhe shumë krenar dhe në këtë muj bekum të Ramazanit që jena në fund të mujit, po du mi përshëndet të gjithë agjërusit edhe me uru që Zotin e ka pranu agjërimin. Mandej mas medresës, andrën e kisha me shku me studiu për teologji. Teologji. Mirë po kushtet edhe ekonomike dhe financiare ishim krejt bom, si me thonë shkrum, edhe ishin pak ma të vështira. Edhe me ardhjit e bursa ish pak ma e vështira jo kohë, dhe mandej regjistrova fakultetin juridik. Dhe aty e gjeta vetën në mënyrë të jashtëzakonshme, takova profesor të jashtëzakonshëm. Edhe kolegë që sot janë profesionistë shkëlqyshëm,
dhe ishte një ambient vërtet jashtëzakonshëm, mandej me sukses të jashtëzakonshëm përfundova studimet në vitin 2004, tu ka një parin gjenerat që kam diplomu, dhe me një notë mesatare mbi 9, dhe mandej me njëherë në vitin e fundit studimeve pata shumë fat, sepse fillova me punu në ombudsperson. Në atë kohë, tash është avokati i popullit, në atë kohë ombudspersonin e udhëheqte Marek Antoni Novicki, që është kampion i demokracisë edhe i lirive dhe drejtave të njerëzit, udhëheqës i lëvizjes studentore në Poloni që ka rrëzuar komunizmin, e ka shem komunizmin dhe ka ndërtu Poloninë moderne, po jo vetëm Poloninë moderne, po edhe krejt Evropën lindore që ka qenë në komunizëm. Marek Novicki ka qenë një prej udhëheqësve të asaj organizate dhe ka qenë një profesionist i jashtëzakonshëm. Po të fatën me punu me të? Kam punu si asistent ligjor aty bashkë me një grup të jashtëzakonshëm njerëzve në vitin 2004. Pa më dalë të kjo, jo si gjenerat, ose gjenerata jo i prodhej disa figura që aktualisht e një pjesë e politikës edhe keni qenë edhe pjesë e vendimarjes. Jo keni qenë dhe jeni mek i mirë, ose shok i mirë, edhe i presidentes aktuale, zonjës Vjosa Osmani. Jo keni studiu bashk me Vjosa Osmani? Po, në fakt është vërtet, ne kemi qenë në studime bashk me presidentin Osmani dhe e mbajmë për krenari që gjenerata jonë kemi president, por gjenerata jonë kemi pasur edhe kryeministër, gjenerata e Dymjenit në fakultetin. Kush ka qenë? Kryeministër ka qenë Ramush Haradinaj. Okej, a gjenerat me ju ka qenë? Po, generali normalisht pas lutjes ka filluar studimet dhe në 2001 ka fillu studimet në fakultet juridik dhe i ka përfundu me një sukses të shkëlqyshëm dhe na kemi, nuk ka pas kur as trajtim të privilegjum, ka qenë sikur krejt studentë të tjerë në atë kohë në fakultet. Gjeneratë, veç edhe një krye parlamentar për mund gajga. Antar gjykatës, kemi kryetar gjykatës themelore në Prishtinë, deri te gjykata supreme, por po du me thonë që ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm pas luftës me një vrull të jashtëzakonshëm me presidentin Osmani, kemi qenë bashkë në studime, bashkë me një grup tjetër studentëve, dhe nga aty kemi vazhduar në zyrin e presidentit Fatmir Sejdiu bashkë, dhe pastaj jeta politike në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe kemi vazhdu me rujt miqësinë, përkundër që dhe më thonë, në moment caktuar dhe rrugë politike kanë qenë... O shumë e rëndësishme që është presidente e vendit, si ka qenë si student? E shkëlqyshme. Në thonë drejten, jeton, jo vetëm pse sot është presidente, por unë dhe ata e dinë edhe në Vushtrri, kur kam punu, jam munduar gjithmonë të përkrah vajzat kosovare që të arsimohen dhe të vinë te punësimi. Ju një farforme një konë dhe dytë prej njëne, se ajo nga Mitrovica, ajo nga Vushtria dhe edhe aja pak e bën një lidhje, pak është një tabiat. Po, është një tabiat, që ashtu është. Po du me thonë që presidentja në kohën kur ka qenë studente edhe ka punu, edhe ka mbështet familjen, edhe ka studiu, dhe ka qenë, nuk është fakt notor që ka qenë e shkëlqyshme. Unë po them përgjithsisht, unë gjithmonë kam jo mundu në çdo pozitë kur kam qenë pas studimeve që të përkrah punësimin e grave. Të përkrah zhvillimin e grave. Një grua e fuqishme është një familje e fuqishme, është një familje e fuqishme, është një shoqëri e fuqishme. Një familje e shëndetshme është një shoqëri e shëndetshme. Dhe po e mbaj për nder që kemi qenë miq në kohën e studimeve dhe kemi rujt këtë miqësi. Vazhdon miqësia ende edhe sot e kësaj dite? Deri ditën e sotme dhe shpresoj që të vazhdoj tutje, pavarësisht pozitave që i kemi, sepse pozitat janë të përkohshme e megjithatë miqësia duhet me vazhdu edhe me vlerë. Nuk e ka zbej pak miqësinë kur aja ka bën një lëvizje nga Lidha Demokratike drejt një subjekti të ri dhe si me thonë, nështë LDK-ja si subjekt politik për marrë të drejtën pa madhon me kriju një opinion të shkurt, nuk është që është mund nga dikush. Në më thonë, LDK-ja gjithmonë e ka mujtë vetë vetën. Kjo si antari LDK-s, pju drejtohem juve tani me pyetjen, a ju brengos ky fakt? Sepse LDK nuk është që ka mujtë me mujtë dikush. Në më thonë, humbjet LDK-s i ka shkaktuar LDK-ja. Me në jone, nuk do me thonë që ju mu pajtu. Shqëm, LDK-ja, unë krejt
jetën aktivitetin tim politike kam në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe po LDK-ja, si kur çdo parti tjetër, ka lënë për cikle. Dhe i ka pasur disa cikle për cilat, dhe disa momente për cilat menoj unë që nuk do të thonë, ka shumë momente të krenarisë, të ndërtimit të shtetit, të institucioneve. Është parti shtetëformuese. Po pra, por ka dhe momente të saja cilat në histori nuk munden me u duk mirë. Një pyetje ka qenë përjashtimi i zonjës Osmani. Dhe unë kam pas votuar kundër dhe kam dalë me deklarat kundër, kam qenë antar i kryesisë qendrore, atëherë kam qenë kryetar i Vushtërrisë dhe kam votuar kundër dhe kam dalë me deklarat publike kundër. Dhe më kujtohet ky moment për shkak se ne jemi njerëz, ne udhëhiqemi nga emocionet. Dhe mandej pasoja që krijohen jetojnë me to. Emocionet ndryshojnë, ama pasojat nuk ndryshojnë, sepse pasojat mbesin. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur jemi në momentet e nervozës, të emocioneve, që mos me marrë të një moment të caktuar, sepse pasoja vazhdon, emocioni ndryshon. Dhe në atë moment, në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka qenë ai moment që shumica anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm kanë votuar online për përjashtimin e zonjës Osmani. Dhe për mua kjo ka qenë një moment jo i mirë edhe për LDK-n. Por unë shpresoj që ky moment të i kalohet, sepse sikur çdo gjë është edhe një parim edhe hyjnor. Si fshihen, si me thonë, momentet jo të mira ose veprat e gabume me punë të mira. Edhe natyrën e së shumë, si rigjallërohet natyra tash, duke dalë nga një fije barje gjelbër, nga një lule dhe mandej vjen pranvera, duket pranverë. Nuk del krejt për një herë, dhe nuk thuhet që është dimri, tash ka me vazhdu gjithmonë dimri. Pra edhe jeta e njeriut, se po flasim për jetë o jeta, edhe jeta e njeriut nuk definohet nga një moment. Sado që mundet me pas pasoja. Njeriu nuk do të mu dorëzu dhe me mbet peng një momentit një veprimit caktum që ka bërë në moment caktum të jetës vetë. Jeta vazhdon dhe kur kjo zavendësohet, pasohet me veprime tjera që janë në dobi përgjithshme, pa dyshim që ai veprim mbetet, nuk fshihet, është aty, por që të tjera tutje japin të drejtë krejt rrugtimit dhe e bëjnë atë mozaikun që quhet jetë. Gjaf, a është koha që LDK-ja të ka përcenqit pjesën e idhënimit? Dhe më thonë që me thonë, adin qysh, hajde vla po pajtohëm krejt, pajtohëm zë tyve, kur gjë kërkujnë si ka vla. Hajde në një moment caktohëm, pak ja kalë shoktina, pak po flasë në rrofshim politik, jo individual. A i lajmë idhënimet edhe të bëhemi vla, sepse kemi një qëllim të përbashkët dhe hecëm për para. Edhe mos të këshyrëm gjithse se cilë është i pari. A grumbullohemi edhe i shtymë proceset për para edhe i lajmë idhënimet anash. Nuk ka fare e rëndësishme ma kush është i pari. Me rëndësia është më bo bashkë edhe me i lanë në atën mrapa kurizit. A ka gjasë më bo kjo punë? Jo që ka gjasë, po është domosdoshmëri edhe ka me bo. A ka me bo? Ka me ndodhë. Me që jemë këto, a bëhat me ardhë vjosa me që jo e keni shoqe, a bëhat me ardhë më këthyn LDK? Unë duat besaj dhe unë duat besaj që kjo është veprimi maj natyrshëm që duhet me ndodhë. A keni bo laf në i ditë me vjosëm, për të veti si dësë për të veti. A keni bo laf, që ka dhona, që shë ka disponimin? Për që ta flasin dosta, që të flasin dhe njën një tjetër. Pa tjetër. Po e them, këtë pjesën e idhënimit menoj që e kemi pagu shumë shtrejt çmimin e idhënimeve. Me të drejtën, nëse dikush kështë dasht me kanë idhënum, ishtë dasht me kanë këgja shumë unë idhënum, për shkak se në 2010, në zgjedhjet e 2010-s nacionale, kam qenë kandidat për deputet, po shumë njerëz më kanë po, kjo është i Fatmir Sejdiut, në atë kohë presidenti Sejdiu u zavendësu me kryetarin Isa Mustafa dhe disa njerëz, jo pse ndoshta kryetari Mustafa ju ka thonë që mos e votoni Gjafën, po do njerëz të dashur mu tregu më lojal tash për liderin e ri. Sa votoni Gjafën është i Fatmirit, po. E kupton. Dhe mandej vjen leadershipi tjetër është i këtij. Unë mendoj që është koha për një përbashkim të madh. Është koha që LDK-ja me rigjet vetveten. Dhe qysh këna me rigjet vetveten? Duke i pyet anëtarët e LDK-s, duke folur me njerëz të LDK-s, me qytetarët e Kosovës, cili është qëllimi i ekzistimit tonë politik si parti. Jeton shpesh
partitë shtetëformuese, që është LDK-ja, në momentin kur e mrin qëllimin, pra e formimin e shtetit, që është ka ndodhur me rastin e Kosovës, shpesh njerëzve, aktivistëve ju hub motivi. Ju hub qëllimi pse ekzistojnë, se e kanë mri qëllimin kryesor. Dekurajon e farforme. Jo që dekurajon, po na e kemi mri, ajo që kanë kryesore në shtetin e kemi mri dhe mandi të tjera duken pak në krahasim me atë që ka qenë qëllim. Dhe shpesh LDK-ja ndoshta edhe për shkak të korrekcisë politike, sikur është larguar prej asoj identitetit vetë si parti nacionaliste. Shënë, LDK-n e kanë themelu kush? Nacionalistët shqiptar, endeshëistët e dikurshëm. Ata kanë qenë bërthama e LDK-s. Dhe kur e sheh se qysh është formu LDK-ja, vetë logoja e saj, ka qenë Kuqezi, shiheni logon e LDK-s, është ngjyrat e flamurit Kuqezi në vitin 90. Pse? Sepse në shpirt kanë qenë njerëzit patriot. Dhe edhe sot e kësaj dite, njerëzit me patriot janë duhet dhe duhet me vazhdu me qenë pjesë e LDK-s. Shpesh në diskursin ton politik, dhe të mandej kundërshtarët politik na e kanë vesh këto që bjerë për pakon ahtisarit, je për këtë, dhe na tu mundu me kanë shumë korrekt politikisht, po flasim o dheqje caktume në kohë caktume, si kur nuk e kanë vunë pa këtë fakt, se në fakt LDK-ja është ajo lëvizje nacionaliste e patriotëve të mëdhej që e kanë shpëtu trungun shqiptar në këto troje të Ballkanit, me politikën e mençur që e kanë pas vitet 90-ta. Dhe ne duhet që këtë politikë të këtij trungu shqiptar që ka mbet jashtë, trojeve etnike të 1912-s Shqipërisë të vitit 1912, ta transformojmë në një model të veprimit që gjeneron entuziazëm për me vazhdu me ndërtu të njëjtën Kosovë, që me ja u lënë trashëgim gjeneratës tjetër që ne kanë lënë neve trashëgim prindat tonë. Sepse prindrit tonë jetën kanë qenë shumë patriot, pavarësisht sa kanë pas edukim formal, sa vite shkolli kanë bë. Ata e kanë ditë që këtë tokë e kanë trashëgu për të parëve ty në shqiptarë dhe do të me ja u lënë shqiptarëve. Shka kanë bë? Kanë bë fëmijë shumë. Kushtet ekonomike kanë pas lëmë ndoshta. E vërtet. Por fëmijë kanë bërë sepse ata kanë pas një ideal. Ky vend do të me formu shqip, me fol shqip. E sot, cili do të me kanë qëllimi jonë, që kjo Kosovë, ky vend, që neve ne kanë lënë trashëgim të parë tonë, me ja u lënë trashëgim njëjtë atyne. Dhe po e them prapë, LDK-ja duhet me kanë qajza i të djathtës, që bashkon nacionalistët, patriotët, dhe që vizionin e tyne për me zhvillu Kosovën e transformon në një vizion politik që nuk është konfrontues me botën, po që është bashkëpunues me botën për me mritë qëtë qëllim. Me ata të cilë në ndimun edhe mu bo, sepse pa ndimin e tyne kështë me qenë shumë e vështirë mu arrit kjo që është arrit. Kemi shumë razë, për shembull, e kemi Kurdistanin që i ka dikon rreth 40 milion banor që këtë jetën e tyne ose sa dim na, sa kemi lexu, janë në tentativë për me bo shtetin, ose kemi rastin e Palestinës, e kështu me radhë kishëm mund t'jem njëra nga këto. Po imagjino si kur t'i kishëm pas që t'u ndarje në vitet 90-ta që i kemi sot. A kishëm mujt me mbri me bo shtet? Kusho ka i shërben këti polarizimi? Unë mendoj që armiqtë e Kosovës nuk pushojnë kur. Edhe kur e kanë humbë betejën për Kosovën, edhe Kosova është shpallë shtet, ata kanë me luftu që Kosova mos me kanë shtet funksional. Pra beteja jonë është e vazhdueshme për me kanë shtet funksional tash, për me kanë shtet i barabartë, për me kanë shtet i drejtë që e dojnë fëmijat tonë. Na sot do të me pyet veten si gjenerat, a e dojnë fëmijat tonë shtetin ku jemi të jetu na? Nëse e dojnë, në rregull, mirë kemi jemi të bë punën e duhur me ta. Po nëse nuk janë të e dashur fëmijat tonë shtetin, na jemi të gabu diçka. Aja kena uqudhës. Pra, apo më rrina me bë shtetin tonë tash të dashur për fëmijët tonë, që kjo është beteja jonë. E në qëtë betej, armiqtë tonë kanë më mundu, armiqtë e Kosovës kanë më mundu mësë me bë që të shtetë dashtën. Me çdo kusht me i tregu fëmijëve tonë që ky shtet nuk funksionon për ta. Nuk është funksional. Për adoleshentët tonë, për gjimnazistët tonë që lypin një universitet mirë,
për studentët tonë, për mjekët që janë të shku me studiue që kanë problemet mëdha, për ekonomistët, për inxhinierët, për shkencëtarët e AI që sot në bota është ka vlon në këtë fushë, ku do që të shkon e merr një rrugë më të mirë, ka kushtet punës më të mira se në Kosovë, çka po bëjmë na që ky shtet me kanë i dashur për ta? Çka po i ofrojmë? Dhe që kjo është sfida jonë si gjenerat. Nuk ka rëndësi cilën parti jemi jetën. Po. Shpesh. Nëse na, ka njëherë shumica nuk është që kanë drejt. Apo kupton? Shumica në kuptimin, sidomos në kuptimin e kushtetutës tash për shembull, dhe në kuptimin e të ligjit. Për neve si gjenerat, themeloria ka me konë, a kemi me mujt na me bo shtetin tonë, dashëm për fëmijët tonë, dhe kur i bëjmë arrim moshën e pensionimit, e ulemi prapë në emision jetë o jetë, e i shohim fëmijët tonë çka po bëjmë gjeneratën e re, sukseset, dhe si ata po e trajtojnë shtetin, a kemi dhënë mësimin e duhur për shtetin për ta dhe për shoqërinë? Qëtu i kam të dilemone, po me gjithatë kjo mbetet për mund diskutuar në tarmen. Mësimet të cilat jemi ty transferu të gjenerata re, me këtë polarizim shoqëror dhe me këtë urrëtie ndër ndjerëzore, unë qito vjeti ku më bo gjafë, po nuk kam, po shumë bukur e the, si kur të kishen kjo përçarje në vitet 89-90 deri në vitin 98-99, kisha pas dilema që edhe kjo çka është ndërtu, kishte mund ndërtu. Megjithatë, këto janë shembuj pozitiv që ne duhet t'ja përcjellim gjenerata, edhe t'ju tregojmë ka është rruga. Na kena nevojë pak më kthye edhe në Vushtre, ju keni qenë edhe ish kryetari i Vushtrisë. Mas nej nuk e kalut garen me sukses në ciklin zgjedhor që ju latë mandatin. Si shka i ketë kjo procedurë dhe çka të penalizoj që ju të mos vazhdoni si kryetari i Vushtrisë? Kretë jetën time kam ndërtu në Prishtinë në aktivitete dhe kjo nuk ka qenë sekret për qytetin e Vushtrisë dhe për qytetarët. Unë kam thash mas studimeve në 2004 kam kryer magjistraturën në Itali, mandej jam bashku ekipit presidentit Sejdiu dhe mandej kam qenë edhe deputet një kohë të shkurtër, profesor në universitet, kryeshef agjencie. Në 2017 kam dashur të jap krejt këtë kontribut për qytetin tim të Vushtrisë edhe mendoj që kemi kriju një standard të mirë të qeverisjes. Mendoj që qeverisjet mbahen men për punë që i kryjnë dhe për standardet që i vendosin. Kur sot unë e shoh që i mbo shtesat e fëmijëve, për shembull, në Kosovë një standard që e përshëndes. Jam shumë krenar që jam i pari politikan që i kam zbatuar në nivel lokal në vitin 2020. Kur i pari e para komunë që kemi folë për shtesat fëmijëve dhe që kemi aprovuar një pakun 120 euro për çdo fëmijë të posalin, kemi qenë në Vushtri. Për komunën e Vushtrisë. Për komunën e Vushtrisë. Ne e kemi marrë statistikat, në Vushtri lindëshin 850 foshnjë mrena vitit, mesatarisht, deri 900, dhe kalkuluam, nëse ndojmë nga 120 euro, kushtonte ma pak se 100.000 euro për këto foshnjë, me adhon nga 120 euro kur të lindin. Ishte një ndihmë e vogël për familjen, po e mirë se ardhën. Synimi kur nuk u kanë, kam edhe në videoat që e kam bërë, që kur nuk ka qenë synimi që thujnë mi bë qirak, mi pështu familjet. Patjetër. Qëllimi u kanë që mi bë munit mirë se ardhën në foshnjët, edhe familjet e reja me thonë, keni pak ndihmën e komunës. Po, një dorë dikush po kujdes. Dikush po kujdes. Normalisht të e ditë me çfarë vështirësish ballafaqohen familjet e reja. Dhe jam i lumtur që mandej ka një qeveri që e ka marrë si model dhe e ka bërë sot politikë nacionale dhe kjo nuk jeket. Ose, na për shembull në Vushtri e kemi zgjedh problemin e ujit edhe të mbeturinave. Sot në Vushtri nuk flitet. Jo, domethënë në kohën 8700 familjeve në Vushtri ja kemi thonë nga një kontenjer të mbeturinave. Nuk u kanë vlerë e madhe se 17 euro e 48 cent e kena pas blena me parët komunës edhe të Gizit Gjerman. Ja u kemi çu çdo familje në shtëpi, edhe në fshatin më të thellë, në Zhilivod për shembull, dhe mandej e kemi shtri shërbimin një herë në javë në orën e caktuar, në ditën e caktuar e kanë ditë kur shkon kamioni me marrë mbeturinë. Me bon grumbullimin e mbeturinave. Dhe sot kjo funksionon perfekt. Ose kemi zgjedh problemin e ujit, po një problem tjetër që kena zgjedhur. Si kemi zgjedh problemin e ujit, se kjo është shumë e rëndësishme. Hala ka komuna dhe fshatra. Përveç disa fshatrave të vogla, në 75% të familjeve të Vushtrisë kemi bërë me ujë sjellës, edhe pse u ka pandemi. Të jemi të qartë. Dhe edhe një problem tjetër që kemi pas zgjedhur në Vushtri ka qenë çështjen e të moshumëve.
Okej. Një problem i cili është shumë i madh, unë po du me përshëndet nderuamin Halil Kastrati, i cili e ka ndërtu shtëpinë për qëndrim ditor për të moshuarit në Vushtrri, por komuna e ka dhënë tokën dhe komuna ka marrë përsipër me kry shërbimet e komunalisë dhe po ashtu ne kemi ndërtuar një shtëpi të shëndetit shumë afër shtëpisë së të moshuarëve, në mënyrë që të moshuarit ta kenë kujdesin shëndetësor falas aty. Dhe sot nuk ka të moshuar vetëm në Vushtrri që rrin gjithë ditën mshel. E s'ka çka bën, se është një vend ku janë 2 hektar tokë, është një park, është një shtetitore të lumi Silnica, kanë ushqim, kanë kujdes mjekësor dhe kanë një vend ku shoqërohen, kanë një vend që është si hotel me 5 yje, normalisht mirëmbahet prej shoqatës Jetimat e Ballkanit, edhe prej komunës Vushtrisë, dhe sipas modelit Vushtrisë deri sot që po flasim, janë një 7 komuna tjera që e kanë zgjedhur njëjtë këtë çështje. Përbes, edhe pse provoj me e përcjell aktivitetin politik në Kosovë edhe zhvillimet, këton për herë të parë po e dëgjoj që e keni bë në Vushtri. E kemi fillu, e kemi kompletu dhe si model prej Vushtrisë se kanë marrë komuna tjera. Po tek që se kom një jone, po ta lakë një faj gjafë që si ke bëmi aftu shumë marketing. Erdhë pandemia, pavarësisht asaj, menaj që punët e mira kur bëhen do të nxjerrën në pa dhe të... Për që ka këmon emision jetë, se njëri kur nalet jetë dhe menën, për e menën jetën, ka njeri menën punët e mira edhe gabimet. Edhe mandej ti njihesh i plotësuar për punët e mira që i ke bë, për veprimet e mira që i ke bë, edhe për raportet e shëndosha që i ke ndërtu me njerëzit. Jo pse ke humb një garë, se gara humbet e fitohet. Mandej ne ndërtuam një koalicion me lëvizjen vetvendosje, se e di që po do me dalë këtu dhe këtu ka interesim, po e kam ndërtu, nuk i kam ra pishmën për atë koalicion, na duhet me hjek urrejtje, na duhet me hjek përçarin mes vete. Po e shohim për dhe që A është hjek në Vushtri kjo? A është hjek mas koalicionit? A u relaksu që kjo gjë? Unë besoj që është relaksu shumë, dhe e kam thonë publikisht atëherë, e thamë edhe sot, qëllimi ka qenë thjesht LDK nuk i mbetet kërkuj na bërë. Po. Në 2017 më kanë një muve dhe më ja këmë desh një akry borqin. Okej. Në 2017 kam qenë unë kandidati që kam fitu, në 2025 në kandidati i VV-s nuk ka fitu, por shpresoj që prapë qytetarët të Vushtrisë nuk kanë me... Po kjo nuk është thonë në media. Përbes, unë nuk e kam... Edhe këtë informat du të me prano që me ka x informacion, sepse ko ka konë një farforme dhe një këthim borgji, në një farë mënyrë. Thjesht e kufizu me vesh nivel lokal, s'ka pas kur gjë të bëj tutje, në nivel lokal për Vushtrin. Okej. Gjof, si po e shë këtë këto zhvillimet, ose si po i shë këtë zhvillimet, e cikleve zgjedhore që zgjedhje pas zgjedhje, e nuk e di a jem të prodhu zgjidhje, jo e një edhe nga fusha drejtësisë, një avokat, qka është ka ndodhë më, a bo që nga ka ra mësysh o gjafë, a kemë për mësysh? Mësyshe, në ashtë edhe nga ka ra mësysh, po në fakt... Qka lyp njeri ma shumë se 51% gjafë, kryet, s'ki qka më bon vesh me morë grejt? Këtu menajun që koha do të regoj që është një mundësi e humbën për Kosovën nga një grupim politik i cili ka marrë 51% edhe për fat keq në vend që me u fokusu të rezultatet, vazhdon me u fokusu të ndarjet edhe të lufta politike. Oke, e diskutojnë atë pjesë edhe pak ma vonë, po që ato që e ke ka më dorë, që ajo është... Kushtetuta. Kushtetuta, okej. Te e ke marrë me shkas ato? Pa dyshim. Kemë në kalëzu, qka po the që ato qajneni 86, apo cilë është qajneni problematik që po e përcakton në qofë se mas datës të caktume që i bjerë edhe mish mas datës 5 mars, nuk kemi president qysh kom ja lidhë kryt gjafë kushtetusja të saj pune. Për neve që jemi të fushës edhe për shikusin aksyrit, se i tranum, kush në fjeson ka i bjen kësaj pune. Përgjegjësia për me funksionu shteti është e shumicës, jo e opozitës. Okej. Opozita nuk mundet me bloku, se është pakic, nuk i ka numrat me bloku. As me propozu? Aq ma pak edhe me propozu, sepse kur nuk i ke numrat me propozu, me zgjedh nuk ke numrat me bloku. Pra, kërkun bot, opozita nuk blokon, opozita korrigjon pushtetin. Dikur ka qenë vetvendosja në opozit, ka korrigju pushtetin. Sot, vetvendosja është në pozit, të tjerët janë aty për ta korrigju. Dhe mjeraj që menon që është i pagabushëm, nuk ka njeri të pagabushëm, lemo pushtet pagabushëm. Dhe të mendosh që nuk mundet me pas drejt me ekzistua opozita se
po na korrigjon është mendësi totalitare. Në anën tjetër, kur kemi bllokim, atëherë duhet të kthehemi te sovrani. Për shkak se kjo kushtetutë para se mi pas nenet e ka një preambul. Okej. Dhe në preambul ne, populli i Kosovës. Po. Pra populli ka dhënë mandat deputetëve. Dakord. Dhe kur deputetët janë kokfort, e bllokohen, këtë rast shumica, Po. prej 67 deputetëve, bllokohet me një kandidat partijak. Okej. Mandej vazhdon edhe me një kandidat tjetër partijak. Dhe nuk arrin me bosh shumicën për me zgjedh presidentin e Republikës, kushtetuta e ka para si mjetin e fundit kthimin te populli. Okej. Kthimin te sovrani. Sepse deputetët mandatin e marrin nga sovrani, nga populli. Për me zgjedh problemet në Kuvend Kosovës, përmes ligjeve, përmes rezolutave, përmes akteve tjera. Dhe kur deputetët nuk mrin me zgjedh këto probleme qytetarëve, duhet çaj mandat më kthy te sovrani. Mi vetë edhe njerë. Natyrisht. Okej. Dhe prandaj presidenti i Republikës të Kosovës dekretin e ka kushtetues. Absolutisht kushtetues. Se para se me shku te neni 80, jetën, 82-86 i kushtetutës, duhet me lexu nenin 3 kushtetutës. Çka thot neni 3 gjatë? Neni 4, forma e qeverisjes dhe ndarja e pushtetit. Po. Pikën 3 thot presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit. Shihet gjuha e kushtetutës, kur po flet për vlerat e kushtetutës, po thot e përfaqëson unitetin e popullit. Presidenti i Republikës Kosovës është përfaqësues legjitim i vendit, brenda dhe jashtë, dhe që është tepër funksion me rëndësi, garantues i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës në pajtim me kënd, me qitë kushtetutë. Me qitë liber, me qitë o. Pra, kur Kuvendi i Kosovës e shkel afatin kushtetues, e që është me zgjedh presidentin, 30 ditë para se mi skadu mandati presidentit aktual, pasoja për deputetin është që aje hup mandatin. Kaq. Sa ato në burg së mund është me qu. Jo, s'ka. Me rreh shtagë së mund është, se kena atë mjetë sankcionus, me vu gjobë se kena atë mjetë sankcionus, pra sankcioni për deputetin, kur e shkela fatin kushtetus, e nuk e zgjedh presidentin, në shpe. Do të me dalë me matë dhe njerë. Dhe mandej, sovrani populli vendos, a me votu qatë deputet, a me votu një deputet tjetër. Se në shtatë popullit të u kalzove shumë kryefortën për votej dikon mrena listës partisë tone, po jo ty. Jo ty. Se ty u kalzove kokëfort. Ti nuk e kryte të tyren, shka onë të votova. Prandaj, Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka këtë në preambul ne populli Kosovës, sepse pushteti buron nga populli, nga sovrani. Dhe është shumë simbolike me Kushtetutën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, në kuptimin në kuptim të frymës të saj, është kogja identike me Kushtetutën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, edhe për faktin se Kushtetutën e Kosovës e kanë hartu ekspert amerikan. Për shembull, një pyetje në George Tunheim, i cilin e njoh personalisht, kam pas fat, mandej e kam cituar edhe në shkrimet e mia akademike, e që ka qenë një prej hartuesve të Kushtetutës të Kosovës. Edhe atje Gjykata Supreme si organi rregull gjyqësor, e këtu të na gjykata kushtetuese janë interpretuesit final të Kushtetutës. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese pastaj bëhet obligativ. Për shembull, shoqëria amerikane dhe na duhet me marrë mësim prej modeleve të mira. Te shoqëria amerikane me marrë modelin që është me rujt Kushtetutën pa e ndryshuar ore qast. Se sa herë smerë mi vesh hajde për ndryshojnë Kushtetutën, mandej vjen një gjeneral tjetër që smerë në vesh hajde për ndryshojnë Kushtetutën. Jo, amerikanët e kanë shpik gjykatën supreme, ne kemi gjykatën kushtetuese që interpreton Kushtetutën si një dokument gjallë, dhe nuk ka nevojë çdo herë me hi me ndryshu germën e Kushtetutës, po kuptimin Kushtetutës e jep gjykata kushtetuese përmes vendimeve të veta. Te Gjermania, për shembull, te rasti i Gjermanisë, për shkak të dështimeve spektakolare që ka pas Kushtetuta e Weimarit, ata kanë fut mekanizma garantues në Kushtetut që mos mu përsërit historia. Për shembull,
ata nuk lejojnë me kushtetutën gjermane që mu shkarku qeveria, pa koni qeveri i gatshme me marrë detyren në mënyrë që mos me pas vakum institucional. Te na në Kosovë, po mendohet do të mu kriju një vakum institucional. Madje se një pi parimeve themelore që ka kushtetuta e Kosovës është checks and balances. Thuhet në teorinë kushtetuese. Kontrolli dhe balanci i pushteteve. Dhe tek ne do të ishte një rrezik i madh që kuvendi mos me respektu kur më afatet. S'po them që këta e kanë këtë qëllim, ky kryetar i kuvendit, po një kryetar tjetër i kuvendit që kish me pas shef me marrë një 6 muaj edhe mandatin e ushtruesit detyres të presidentit. Vjen koha me zgjedh presidentin, si respekton afatet kushtetuese, bëhet ushtrues detyre, mandej fillon procesin e konsultimeve një 2 muaj me parti politike, mandej edhe një muaj tjetër kërkon një interpretim gjykatë kushtetuese, mandej fillon 45 ditë me zgjedh presidentin e ri, a muaj najti një 6 muaj edhe kryetar kuvendit edhe president. Pra mos me ardhe që ky abuzim me pushtetin edhe me pozitin, por me kanë të gjithë të barabartë ndër kushtetutën, kushtetuta ka para po afat. Dhe ka thonë, afati është 30 ditë me zgjedh presidentin para se mi skadu mandati presidentit aktual. Nëse nuk e ban, veni shkon zgjedhje. Nuk e ka shkru kushtetuta tash se presidenti janë nxjerrë një dekret me një herë qatë dite, sepse normalisht nuk shkruhen kaq detajlisht kushtetutat. Kushtetuta e Amerikës është shumë më e shkurtë se kushtetuta e jonë për shembull. Ma e vogël. Absolutisht. Pa ata pakhen. Pakhen ata. Na jena shumë. Na jena pak, po të lashe kena shumë. Jena djegst. Gjaf, i kam shumë rëndësi disa pyetje që lidhen me presidentin. Trump i aboni presidentes, tha që unë së në i kush, përkëtojna në gjuhën popullore, që më na kuptu krejt, tha, Theron, call me, pëse më gjafë se zgjidhë me Vjosa Osmane. Edhe onë personalisht në shumë raste nuk im pajtu me Vjosa. Po, për te i kësaj është interesi vene. Qindra miliona euro, dollar hargjojnë lobet të ndryshme veç më ta mësu emnin presidenti që momentalisht e ka emnin Trump. A e bone tha Vjosa, që unë mësë e kush, ta thernëm, onë ta jem këto mi kry dhe pun edhe për juve. Qysh bëhet, o gjafë, qatë njerit që përna e një Trumpi, na mësë më që më jadon, votat e më jadon, qëre motra jonë, jeza 8, po të respektojnë, api grasjes e pune, na i kem do punë mena. Qëka ka bëhet të gjafë se dëna me tra nuk këtë milet? Me thonë drejtën, për mu kjo është e habetshme. Në fakt, mas pari LDK-ja, le t'i hekim këtë paqartësit, ka pas qëndrim absolutisht në favor të rizgjedhjes së presidentit Osmani dhe ka thonë kryetari Abdullah. Ka pas një 2-3 vota që janë konë në dilemë, po demokracia e lejon gjitha. Nuk kanë qenë kur diskutabile, dhe më thonë, krijimi i 82 votave në kuti për të zgjedhur presidenti Osmani. Problemi ka qenë mos propozimi i saj nga zoti Kurti dhe në lëvizjeve të vendosje. Pse se propozoi be? Dhe tani, dëgjom, për mua kjo është e habitshme. Nëse interesi i Kosovës është që ne të kemi raporte të shkëlqyeshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me rrit qëllime strategjike për veti, për Kosovën, jo për Amerikën, por për Kosovën. Dhe nëse ne kemi një president i cili ka një raport të shkëlqyeshëm, unë kam qenë në Davos kur ka qenë presidentja, jo në delegacion të presidentes, le të jemi qartë për mi keq kuptimeve, por kam qenë në Davos dhe e kam pa respektin e jashtëzakonshëm që kanë tregu delegacioni i Shteteve Bashkuara për presidentin Osmani, si e vetmja presidente grua, femër, nënshkruese e bordit paqes. Edhe kur janë kriju kombet e bashkuara që ne i njohim sot, 20 shtete kanë qenë që e kanë themelu. Mandej është zgjeru, është shëndru në OKB-n që njohim sot. Por OKB-ja që na po e njohim sot është jo funksionale. Pse është jo funksionale? Se Kina dhe Rusia kanë veto. Dhe kur do që po duhen më marrën vendime të rëndësishme, ata po e vendosin veton. Për përdorin. Po pra, prandaj ne me kanë shtet themelues në një organizat, në një bord që potencialisht mundet mu shëndru në një organizat të rëndësishme botërore, për neve është arritur e jashtëzakonshme. Ndoshta mas pavarësisë të Kosovës dhe mas vendimit të GND-s dhe njohjeve që i kemi pas, kjo është deri sot arritura më e madhe në aspektin e diplomacisë dhe padyshim që është merit e presidentes Osmani. Por unë po i tregoj edhe diçka tjetër. Unë kam qenë prezent kur komunikimi i presidentes Osmani me kabinetin e presidentit Trump ka qenë i atëqasshëm për çështje të ndryshme.
kam qenë prezent kur sapo ka dërguar një porosi, ka marrë me njëherë feedbackun nga, po flasim, antar të ekipit të presidentit Trump në shtëpinë e bardhë. Dhe kjo për Kosovën është një pasuri e madhe. Nuk ka rëndësi emri i personit që është në uljen president, se na prap kena me zgjedh një president tjetër, e më ia dhon prap njëjtën rrugë, e më ia dhon të njëjtat benefite masi të përfundon mandati, pse kur e keni presidente të shkëlqyeshme që po bën një punë të shkëlqyeshme nuk po e vazhdon. Kjo është pyetja kryesore, po të kthehemi edhe një trovë të Davosi. Ju thatë që keni qenë në Davos. A më ne më na tregu në i sen çka ndodhi që aty, a nive na i lavë be vlla. Se na desën pikurreshtjes me ditë çka u fol që aty, çka tha, nive na i sen, se që aty e kon vlla. Kallxana se so kana kallxo kërkush kur gjë. Për me. Jo, nuk niva kur gjë. S'nive kur gjë, as nive as ba. Jo me pa pash. E rëndësishme çka pash. Okej. Ajo çka pash mbushi me shumë entuziazëm dhe me shpresë. Që është e vlefshme me ndonë. Natyrisht që unë përveç që pash përfarsimin më të lartë që prej temave më të rëndësishme ishte edhe Kosova dhe nënshkrimi i Kosovës në ato apo më dhe na gjaf, po diçka që tjetër është të shohësh në mediat këtu dhe interpretimin pastaj që bëhet këtu, dhe tjetër është të shohësh njerëzit aty në bisedat e përditshme që i kanë dhe që e kanë si temë, pastaj pash mërgatën tonë që janë tepër të organizuar, të jashtëzakonshëm dhe tepër të lumtur për presidentin që përfaqësonte në Davos. Në mbrëmje të asaj nate, presidenti ja kishte një takim me mërgatën atje, ku ishin bizneset më të rëndësishme të mërgatës tonë, ftyrat më të eminente edhe nga fusha e dijes, e arsimit, edhe financave, dhe të gjithë e takun presidentin, isha prezent në ato takime, e falenderuam për përfarsimin e jashtëzakonshëm, edhe kishin një vullnet tepër të madh se u hap një dritare e re që më herët se kena pas si Kosovë, se nuk ka ndodhur me kon Kosova më herët nënshkruese e një organizate kaq të rëndësishme, prestigjioze dhe me kënd me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kënd tjetër me shtete që nuk na kanë njoft. Dhe fakti që ato shtete e kanë vendosur nënshkrimin në një dokument me Kosovën të përbashkët është një farë lloj njohje për Kosovën. De facto është një njohje për Kosovën. Kështu që ky sukses kaq i madh diplomatik për Kosovën e pash që i mbushi me entuziazëm edhe me vullnet shumë të madh edhe mërgatën tonë që erdhën në Davos atë natë për të mbështetur Kosovën, institucionet, edhe qeverinë, sepse ishte edhe qeveria aty, por që natyrisht që mbushi edhe mua me gëzim edhe me entuziazëm që me të vërtetë ka një të ardhme cilin na duhet me gjetë. A është vështirë? Po. A kemi këtu vështirësitë për çarjes, të gjuhës të urrejtjes, sidomos tash po më pengon shumë kjo gjuha urrejtjes ndaj presidentes Tazom. Deri dje ishte heroina. Sot u bë komplotistja. Unë se dje edhe e morin vesh. Do që e përshkrujnë për besë nuk e di. Kur përshot që shpërshkrujnë në për komente në për Facebook. E hen e bën një fotografi me AI të tërpshme. Me pyet me vendos nënën tonë, me vendos motrën tonë, me vendos gruan tonë në çasti pozite që shtip e vendos presidenten me një fotografi me AI. E frekshme. Pse bëhet kjo punë? E frekshme. Si përfundim gjaf, pse nuk e propozoi zoti Kurti Vjosa Osmani? Unë besoj që zoti Kurti i pengon hija. I pengon hija. Kaq. Do thonë kjo është dhe mandej shpik krejt arsye tjera për me dalë prej hijes. Apo më rrim presidenti Osmani me transmetu të populli që është kjo problemi, të hija. Unë që është detyre saj edhe ekipit të presidentes, unë për vetë jam antar i Kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe besoj që ekipi saj po e bën një punë të mirë presidentja aty ku po shkojnë dhe ku po takojnë njerëzit e kanë kuptuar qartë rolin vendimtar dhe të rëndësishëm që ka pas presidentja Osmani në këto 5 vite, po them prap ajo është vazhdon me qenë ende presidente dhe unë për vetë jam institucionalist, çdo suksesit qeverisë të Kosovës në arenën ndërkombëtare i gëzona se fitojmë krejt. Se në Kosovë jemi sikur në anije jetën, këtë duhet me pas parasysh. Kosova është anija jone përbashkët. Sot këtë anije drejton zotni Kurti, por nëse kjo anije po i drejtohet me rrok një shkëmb, me godit një shkëmb, ne krejt duhet të ngritemi të me ka dalë se mbytemi të gjithë. Dhe kur kjo anije mbrin një breg të mirë, ne krejt gëzohemi sepse krejt kemi benefite prej asaj pune. Pra synimi jonë është që Kosova të hesë në rrugën e duhur. Nëse kjo nuk ndodh, duhet punoj me qytetarët për mi bë secilin me kuptu që rruga e duhur për Kosovën është kjo.
Presidenti Osmani e ka themelu, ose ka qenë njëra nga themeluesës së listës Guxha. Aty është edhe ministra e drejtësisë aktualisht Doni Gërvalla edhe bashkëkryetari i saj Faton Peci, që është aktualisht kryetar i Mitrovicës. Rrjedhimisht ta karrierën e tyre politike kanë ndërtuar në LDK, e çaq më shumë që unë menoj që Vjosa i ka ofru edhe i ka pozicionu në pozita të tilla, të cilat ma vonë ata kanë vazhduar dhe kanë flirtuar në kuptimin që kanë vazhduar me zotin Kurti. Çka po ndodh me këtë subjekt jo të parëndësishëm, qysh ne po e bëjmë edhe në për studio televizive edhe gjithandaj. Unë e thash që të e pas parasysh kohën cilën ndodhemi, gjendjen shoqërore ku jemi, përçarjet e mëdha dhe rreziqet e mëdha që i ka Kosova, sidomos në një botë që është në luftë bukfalisht, e ku aleancat janë tepër të rëndësishme për me mbjetu, edhe na si popull, sepse nuk ka rëndësi çfarë pozite kemi, sa pasuri kemi, sa fëmijë kemi, nëse nuk e kemi sigurinë e shtetit tonë, një ditë vjen s'ka në fare rëndësi këto. këto. S'ka asnjë rëndësi sepse e kemi një herë që jemi bërë rrafsh me tokë që thoj. Por që ta është shumë rëndësi që kur kërkush mos me pas kudzim më me ardhmën aprek. Edhe në traditën tonë, kur e ki kojshin e keq që e kem na, në traditën tonë, drejtën tonë zakonore, ose do të me kanë vet i fort, mos me guxu me të prej kojshia me të bë keq, ose mes do të me pas, ose mu bë mik me dikon që është i fort që mos me guxu me të prej kojshia e keq. Neve na ka qellu Serbia dhe do ta kemi deri në fund njerëzimit kojshi. Asnjëherë Serbia nuk ka me heq dorë pe aspiratës të mbi Kosovën. Ne kemi dy detyra themelore si shoqëri. Një, me kanë të fortë për brenda shumë, sa më shumë më forcu, dhe dy, me rujt miqësi, për me garantu sigurinë tonë. Për ndryshe, nuk kemi të sigurt. Dhe mandej, kur si jemi të sigurt, kur gjë tjetër s'ka rëndësi për neve. Sepse e kemi provu. Dhe që ta duhet me ja dhon si mësim gjeneratës që vjen, fëmijëve tonë, me ja mësu, për që ta është më rëndësi me bo shtetin të fortë, për që ta është më rëndësi me i rujt aliancat, se na jemi djeg njëherë, mos digjen edhe ju. E qartë. Si pas teje, pse nuk e mbështeten promotorën e këtë asaj që unë e menaj që e kanë kë establishment, kjo pjesë e Guxhës, unë menaj që e kanë si dhurat për Vjosës. Unë kur se kom një zonin Gërvalla që publikisht e ka propozuar zonin Osmani si kandidate për presidente. Nuk e kam dëgju as brenda që ka qenë propozim zyrtar, nuk kam pa dokument që ka dërgu një dokument zyrtar në grupin parlamentar të vetëvendosjes që e ka propozu, pra nuk e kam pa, dhe ndisur nga këto fakte, pra që nuk kam pa dhe nuk e kam dëgju, konsideroj që është edhe absurde edhe mungesë totale e guximit, edhe një farloj oportunizmi politik, karshi shumicës dhe vetëvendosjes, se qëta janë shumica me qëta janë njëherë mirë. Por, kjo nuk do më thonë që... A ka njësë edhe mi pëlqy pushteti? Pa dyshim që po. Edhe qaja është sebe? Pa asnjë dyshim. Hajde Doni Gërvalla për shembull ka jetu kohë gjatë mërgat, po Faton Peci është marrun LDK. Edhe këtë pozita që i ka pas derisa është bërë ministër i bujqësisë dhe rrjedhimisht kryetar komune, i ka pas prej LDK-s. Unë e një Fatonin kemi qenë bashkë në kryesi. Unë me Fatonin kam qenë bashkë në kryesi të forumit të rinisë në vitin 2009. Çka po thet, bre? Çka po thet? Po e them prap këtë që po e them sot. Koha, rrethanat historike, momenti historik, kërkon bashkimin e krejt të djathtës. Do të më kthyen shpejt ato, më kthyen shpejt vetë, ball ka xhazdizm. Absolutisht që po, dhe edhe shtëpia e vet është e gatshme ti pranoj të gjithë, pa asnjë kusht. Unë besoj që edhe mbrana LDK-s ne kemi gatishmëri që të gjithë patriotët e djathtë t'i bashkojmë në një vend dhe vetë ne do të zgjedhim se kush do të na pri pa asnjë dyshim, sepse ato dihet që janë rregulla dhe procese normale, por që Kosova ka nevojë për një frym të djathtë zhvilluese, për një frym të djathtë transformuese që zhvillon projekte të rëndësishme brenda Kosovës dhe që ndërton aleanca të rëndësishme ndërkombëtare në funksion të zhvillimit tonë dhe sigurisë tonë, kjo është absolutisht e domosdoshme. A kemi nevojë me dalë prej çitit rrethit vicioz të përçarjes, të urrëties edhe gjuhës linçuese ndaj njëri tjetrit? Kemi nevojë me dalë.
duhet me dalë. Nuk mundëm ja ulon trashëgim fëmijëve tonë, gjeneratës tjetër gjuhën e urrejtjes edhe të përçarjes. Për kuptoj që duhet, a jeti u bo se be për burë. Unë do Sepse të bëj duhet, gjithçka që duhet është në po brenda na mundësive të mia. petim që duhet, se be pa jeti u bo. Unë do ta luaj pjesën time, nuk pretendoj me marr më shumë se më takon barr, por për aq sa më takon, po jam i gatshëm që t'jap kontributin tim. Të kthehemi edhe pak, se po shkojna drejt fundit, e kemi shumë për me folë, po ja që edhe koha televizive nuk na mundson më shumë. 67 vota i ka lëvizave vendosje. Me këto 67 vota i ka propozu 2 kandidat për president. E ka propozu Glaukon Jufsin dhe deputetin Mullhaxhaj. Do më thonë, na i shpjego profesionalisht. Këto vota janë nda në 2 pjesë nga grupi parlamentari lëvizjes vendosje. Dhe tani i kemi 2 kandidat në garë. Mundësia për propozim me nga 30 në nënshkrime, mo vetëvendosjes që ka djekësi e tjilë. Dhe në këtë pika e në regull, si amateri kësaj fushë? Dakor. Qoftë se gjykata kushtetuese nuk i jep të drejt presidentës Osmani, të s'ke pas drejt, hipotetikisht po themi, se nëse dim, mbetet një variant me propozu një kandidat për me gjithë një kompromis grupet parlamentare si rrjedhimisht PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja. Asnjëra nuk i ka 30 nënshkrime me bë propozimin e presidentit. Edhe në qoftë se gjykata kushtetuese thotë që dekreti kon i padrejt, këta se propozojnë, çka ndodh atëherë? Pikërisht, a di pse nuk mundet me ndodhë kjo? Sepse që kjo nuk është rruga që ka përshkruar kushtetuta. Prandaj, me qenë se kjo nuk është rruga që ka përshkruar kushtetuta, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mundet me kon jashtë asaj që ka përshkruar kushtetuta. Gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës në rastin KO 72/20 ka vendosur një parim tepër të rëndësishëm me rastin e interpretimit të normës kushtetuese. Ka thonë që interpretimi i normës kushtetuese nuk mund të bëhet në atë mënyrë që me zhvesh një normë tjetër nga efekti që e ka. Pra, nëse gjykata kushtetuese kish me shku në këtë rrugë që po e thënë ju, kish me zhvesh nga efekti normën kushtetuese që thotë që presidenti i Republikës duhet me u zgjedh 30 ditë para se me i skadu mandati presidentit aktual. Prandaj gjykata kushtetuese, prandaj është bindja jeme që vendimi i gjykatës kushtetuese ka me qenë bazuar në vlerat themelore të kushtetutës, e që janë të definuara në nenin 4 të kushtetutës. Po e përmeni edhe një herë. Patjetër. Forma e qeverisjes dhe ndarja e pushtetit. Forma e qeverisjes dhe ndarja e pushtetit. Dhe nga ky parim themelor, ndër të tjera dhe parimet e tjera pa dyshim, gjykata kushtetuese do të vinë në përfundim. Absolutisht nuk ka rrugë tjetër përmes kushtetutës që presidenti i Republikës Kosovës ka vepruar brenda funksionit të saj kushtetues si përfaqësues e unitetit të popullit, si garantues i funksionimit demokratik. Mos harro, funksionimi demokratik të institucioneve. Çka po thonë jo është jo demokratike, se i bjen me bo hajgare me demokracinë, se dihet që ai grup politik që i ka 67 vota, i ka qitë në nënshkrimet formalisht. I ka harxhu. Po, kam i qitë pandej për njënën, ja për Glaukun, ja për Fatmiren. Po. E kjo i bjen me bo hajgare me demokracinë. E demokracia nuk është hajgare. Demokracia është funksion real. Se mandej i bjen, hajde pe bojnë edhe një kandidat tjetër, e po shkojnë në kuvend, e dihet që vetëvendosja ka me zgjedh kandidatin e partisë vetë, se s'kam ja dhonë kandidatit partive tjera. Absolutisht. Ajo është të ditë. Me shkun qitë rrugën që po e thoni jo, e që po e shoh që po e thojnë edhe të tjertë në për studio, i bjen me bo hajgare me demokracinë në Kosovë. E kushtetuta nuk lejon me bo hajgare me demokracinë. Sepse me gjithë demokracia është fundamenti bazë që i rregullon marrëdhëniet edhe funksionimin e institucioneve, edhe raportin e qytetarëve me institucionet, edhe raportin, edhe funksionin e vetë zyrtarëve brenda institucione. Prandaj po e them që funksionimi demokratik i institucioneve si një prerogativ e presidentes kushdo qoftë, dhe mos harroni, presidenti Osmani vjen nga një trashëgimi rrugoviste, padyshim, është e brumosur si rrugoviste. Ajo ka trashëguar një institucion të presidentit, nga presidenti se diu e presidenti rrugova, sidomos që sepse në popullin tonë presidenca është një institucion i fuqishëm, nuk është një institucion hajgare. Me bë këndush atje që të Fatmire Kolçakun se është pa rëndësi edhe se vetë kërkush kur gja.
Jo, ky popull kur e ka ndërtu shtetin, kur e ka ndërtu institucionet, gjithmonë e ka pa, kur e ka mendu presidencën, e mendon mas pari Ibrahim Rrugovën, një presidencë dinjitoze, përfaqësuese, që të përfaqëson denjësisht marrëdhëniet me jashtë, që brenda garanton funksionimin edhe vetë tradita që ka pas kriju presidenti Rrugova, kur e nominoi zotin Haradinaj për kryeministër, kur ja dha me 6%, sa kanë qenë që... Po, me një numër shumë vogël. Pse e bëri presidenti Rrugova? Sepse donte të ruante këtë traditën, të krijonte këtë traditën demokratike të funksionimit të institucioneve. Dhe pastaj edhe kur pranoi koalicionin me PDK-n dhe me zotëri Bajram Regjepin si kryeministër. Pra, në ndërdijen e popullit Kosovës, që janë we the people, ne populli Kosovës, që kanë nënshkruar këtë kushtetutë, presidenca e ka këtë rol. Dhe gjykata kushtetuese nuk mundet më marr këtë rol. Se pastaj do të binte që edhe nenin 4, pikën 3 të kushtetutës me zhvesh nga efekti i saj, edhe nenin 82.3 atje ku thot që duhet mu zgjedh për 30 ditë me zhvesh. Pra dy norma kushtetuese që kishin me ranë në kundërshtim me praktikën e vetë gjykatës kushtetuese që ka vendosur në rastin KO 72/20 ku ka thonë që nuk mundesh me interpretu kushtetutën tu i zhvesh normat kushtetuese prej kuptimit tyne. Sipas juve, këto është veç një variant. Duhet me shku në zgjedhje. Absolutisht që po. Unë të falenderoj pa fund që ke pjesë e emisionit dhe po të knatësin me nda këtë to me ju edhe me publikun tonë. Falenderit shumë, u kënaqa shumë në këtë emision, suksese shumë pa fund. Knatësi, para se me e përfundu emisionin, ne duhet me i falenderu edhe sponsorët tonë që vërtet e bojnë të mundur me realizu këtë emision, si bje fjala o zonin ku shka lazëm për flak, më dogë pak ma jeshëm, shkonit të o zoni, ja ka njës me arë njerës për këtë dyjes, e u bo një farë ministrije në vetit që po na përfatësën në këtë fush. Bruno është klim, tash përshkojna drejt verës, bën edhe për verë edhe për dimen, s'keni nevoj mu dëgju si shara që u dëgju në sfond ka pak deri që tash, kështu më tërë shara shtel, veç është në rryme dhe ezë dhe vazhden. Edhe Alfest, një dërtuës shumë cilësor që bën banesa jashtëzakonisht mira, po dhe shumë serios. Deri në misionin tjetër, miru ta kofshim.